e rithemeluar pas 32 vitesh, në janar të vitit 2023, me një akt të paprecedent, sot Orkestra Simfonike Shkodrës kthehet në një formacion që nuk është as mish as peshk, as asambël dhome dhe as orkestër. E gjitha kjo me vendime personale të Drejtorisë të Kulturës së Benet Becit. Me datën 15 janar të vitit 2025, në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, u shpallën pas një paralajmërim, pas një rregullore, pas një kriter të qartë profesional, audicionet për 51 instrumentistët, të cilët u zhvilluan jashtë çdo kriteri kohor për të tilla konkurset me datat 20 dhe 21 janar në ambientet e Teatrit Migjeni. Ku, për show në rallës, ishte prezent edhe Benet Beci dhe drejtori i transportit të kulturës Pandi Laço, të cilët e quajtën edhe si një arritje dhe pjesëmarrje bombastike. Tullumbacja propagandës u shua shumë shpejt. Por në faqen zyrtare në këtë shpallje absurde për një orkestër funksionale, e cila ka shkëlqyer gjatë gjithë këtyre 2 viteve në koncertet kombëtare ndërkombëtare, parashikoi shpallja e fituesve brenda 5 ditëve sipas ligjit. Fituesit nuk u shpallën kurrë, rezultatet e jurisë nuk u deklaruan dhe administrata e Benetit ka disa ditë, në kundërshtim me çdo normë ligjore, që thret sipas simpative personale në telefonata private instrumentist për lidhjen e kontratës. Në këtë listë të fshehtë, Benet Beci dhe administrata e tij kanë parashikuar vetëm gjysmën e kontratave për instrumentet e Orkestrës Simfonike, nga 51 që janë miratuar nga Këshilli Bashkiak, duke çuar në dekadencën e një asambli të pa kuptim të muzikor, Orkestrën Simfonike të Shkodrës.